Zoti Ministri i Brendshëm, ju urojmë mirëseardhjen në Kolegjin Profesional Formim Policor. Ndodhemi në zemrën e formimit profesional të policisë shtetit, në Akademinë e Sigurisë, për të ndarë me ju dhe për të bërë një thirrje dhe një mundësi reale për gjithë maturantët e këtij viti shkollor. Së bashku me rektorin dhe stafin akademik, ju ftojmë të konsideroni një rrugë jetësore që mbart misionin, dinjitet dhe përkushtim, rrugtimin për të bërë punonjës policie. Shkolla e policisë ofron një formim cilësor, modern dhe të përputhshëm me standardet europiane të sigurisë publike. Ajo nuk është thjesht një shkollë, por është një derë që hapet drejt një karriere të qëndrueshme në shërbim të vendit dhe qytetarëve. Këtë vit, pas një procesi të hapur dhe konkurrues, 150 të rinj dhe të reja do të kenë mundësi të përzgjidhen dhe të nisin formimin e tyre për të bërë pjesë e strukturave të policisë shtetit. Ndaj, i nxis të gjithë maturantët që kanë të fortë idealin e shërbimit publik, që kanë vullnet për të kontribuar në rritjen e sigurisë në komunitet, të përfshin Akademinë e Sigurisë në preferencat e tyre dhe të garojnë me besim të plotë. Unë vetë vi në detyrën e Ministrit të Brendshëm pas një karriere të gjatë në radhë të policisë shtetit. Brenda dyerve të kësaj shkolle, mora dijet e para dhe forcova besimin se ky vend përmes kontributit të të gjithëve do të ketë një të ardhme më të mirë. Zot Ministër, gjithë ky proces që po zhvillojmë për pranimet në Akademinë e Sigurisë nuk është se fillon tani, por ka filluar që në muajin shkurt mars. Për gati një muaj ne kemi bërë një xhiro në tërë Shqipërinë, në të gjitha vendet, qytetet, edhe në zonat më të largëta ku janë gjimnazistët, dhe jemi përfshirë në një tur masiv që organizon Ministria e Arsimit dhe kemi pasur këndin tonë. Janë afruar dhe kanë marrë informacion mbi 11.500 maturantë, të cilëve janë bërë me dije elementet pozitiv që ka kjo shkollë, karriera e tyre, zhvillimi, jo vetëm i bachelorit, por edhe i masterit që së shpejti e hapim dhe po përgatitemi dhe për doktoraturën, pra ata nuk do të ngelen thjesht një informacion paraprak. Jo vetëm kaq, por shumë nga studentët tanë që dhe kanë mbaruar, ju janë hapur dyert dhe në Biron Kombëtare të Hetimit, oficerët policisë gjyqësore në prokurori, pra është një derë e cila trajnon dhe arsimon të gjitha forcat ligjzbatuese në vendin tonë. Përveç se kësaj, ne kemi bërë dhe promovime me studentët dhe për sa i përket marrëveshjeve dhe bashkëpunimit që kemi me Akademinë e Policisë Italiane, ku kemi çuar 65 studentë që kanë studiuar atje dhe janë kthyer, janë trajnuar në Itali, janë kthyer përsëri dhe i shërbejnë strukturave ligjzbatuese. Kemi me Akademinë Policore të Turqisë, së fundmi kemi lidhur një marrëveshje me qendrën e trajnimeve federale në Shtetet e Bashkuara, pra Akademia nuk është e mbyllur në suazën e vet, por është gjithëpërfshirëse dhe ka një ndërkombëtarizim të gjerë. Kemi 32 marrëveshje me akademitë e tjera dhe së fundmi ne morëm edhe certifikatën një akademi ekselente në të gjitha akademitë e tjera të cilat janë akredituar. Akreditimet tona janë jo vetëm me sistemin evropian, por dhe sistemin amerikan dhe kemi 2 certifikata të cilat ne i kemi bazë e shëndetshme për vazhdimin në karrierë të studentëve që mbarojnë këtë akademi. Unë ju falenderoj për mbështetjen që ju jepni Akademisë së Sigurisë dhe e përmendët dhe vetë që keni një eksperiencë të gjatë në këto dyert dhe keni pasur dhe karrierën e suksesshme në jetën tuaj. Ju falenderoj edhe një herë në emër të stafit dhe si rektor, ju falenderoj për mbështetjen. Pra edhe një herë, një maturant i cili përfundon maturën e tij dhe nëse neve pyesim përse duhet zgjedhë policinë e shtetit, arsyeja sepse i duhet zgjedhë policinë e shtetit është sepse policia e shtetit e para është një profesion, e dyta është një e drejtë e garantuar nga Akademia e Sigurisë. Kjo akademi tashmë është e akredituar dhe një nga pjesa më e rëndësishme është edhe pagesa të cilën këta maturant marrin, e cila është një motiv për të krijuar një jetë të re, një profesion të ri, një vizion të ri për sa i përket profesioneve të lira. Gjithashtu, unë i bëj thirrje edhe një herë të gjithë maturantëve që të aplikojnë me një herë për të bërë pjesë e policisë shtetit, e këtij vizioni për të garantuar liritë dhe të drejtat themelore të njerëzit dhe gjithashtu për të dhënë kontributin e tyre në këtë angazhim publik i cili sa vjen dhe bëhet më tërheqës, sa vjen dhe bëhet më patriotik.